Zonja dhe zotrin, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Presidenti Amerikan Donald Trump ka zgjatur pa fat armëpushimin me Iranin për të vazhduar bisedimet për paqe. Vendimi vjen në moment të fundit, mes tensioneve të larta dhe presionit ndërkombëtar për të shmangur përshkallëzimin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka vendosur të zgjas pa fat armëpushimin me Iranin, vetëm pak orë para skadimit të tij. Vendimi synon të jap më shumë kohë palëve për të vazhduar negociatat dhe për të arritur një marrëveshje paqeje. Në një reagim në rrjetet sociale, Trump u shpreh se vendimi erdhi pas kërkesës së Pakistanit, duke theksuar se është e nevojshme që palët të kenë kohë për të paraqitur një propozim të përbashkët. Ky zhvillim shënon një kthes të rëndësishme, pasi më herët presidenti amerikan kishte kërcënuar me sulme ndaj infrastrukturës iraniane, përfshirë centrale energjetike. Ekspertët kanë paralajmëruar se goditje të tilla mund të konsiderohen si shkelje të ligjit ndërkombëtar. Megjithatë, pavarësisht zgjatjes së armëpushimit, tensionet mbeten të larta. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë bllokadën detare ndaj porteve iraniane, një veprim që Teherani e konsideron si akt lufte. Nga ana tjetër, Irani ka kufizuar kalimin e anijeve në ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme për tregtinë globale të energjisë. Edhe pse kishte njoftuar rihapjen e saj, vendimi u tërhoq pas refuzimit amerikan për të hequr bllokadën. Që nga fillimi i konfliktit më 28 shkurt, pas sulmeve të përbashkëta të SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit, mijëra persona kanë humbur jetën në rajon, duke e bërë këtë një nga krizat më të rënda në linjën e mesme. Ndërkohë, një nga kërkesat kryesore të Washingtonit mbetet që Irani të heqë dorë nga zhvillimi i armëve bërthamore. Presidenti Trump ka theksuar se çdo marrëveshje duhet të garantojë që Teherani të mos ketë kapacitete për prodhimin e një armëve të tillë. Zgjatja e armëpushimit shihet si një mundësi për diplomacinë, por mbetet e paqartë nëse palët do të arrijnë një marrëveshje përfundimtare në ditët në vijim. Negociatorja kryesore e Kanadas për tregtinë, Janice Charest, thotë se afati i një korrikut për rishikimin e marrëveshjes Kusma nuk është përfundimtar. Ajo thekson se negociatat me SBA-n dhe Meksikën do të vazhdojnë edhe pas kësaj date për një zgjedhje më të plotë. Kanadaja po përgatitet të ulë pritshmëritë për një marrëveshje të shpejtë tregtare me Shtetet e Bashkuara dhe Meksikën, ndërsa afrohet afati i rëndësishëm i një korrikut për rishikimin e paktit Kusma. Negociatorja kryesore e tregtisë, Janice Charest, deklaroi se kjo datë nuk duhet parë si një kufi përfundimtar, por më shumë si një pikë kontrolli në procesin e negociatave. Ajo theksoi se marrëdhëniet tregtare mes vendeve nuk do të përcaktohen vetëm nga ky afat. Marrëveshja Kusma, e negociuar fillimisht gjatë mandatit të parë të presidentit amerikan Donald Trump, është në proces rishikimi të detyrueshëm këtë vit. Sipas tekstit të saj, vendet duhet të sinjalizojnë deri më një korrik nëse do ta rinovojnë apo jo marrëveshjen. Për procesi mund të zgjasë deri në 10 vite. Charest u shpreh se diçka çështje mund të zgjidhen deri në këtë datë, por është e pritshme që negociatat të vazhdojnë edhe më tej. Sipas saj, prioritet duhet të jetë arritja e një marrëveshjeje të plotë dhe të qëndrueshme dhe jo një zgjidhje e nxituar. Edhe përfaqësuesi amerikan për tregtinë, Jameson Greer, ka pranuar se jo të gjitha çështjet do të mund të zgjidhen deri në korrik. Megjithatë, ai është shprehur optimist për progresin e bërë deri tani. Ndërkohë, SBA dhe Meksika pritet të zhvillojnë një raund zyrtar negociatash në fund të majit, ndërsa ende nuk është caktuar një datë për nisjen e negociatave formale mes Kanadas dhe SBA-s. Zyrtarët kanadez theksojnë se bisedimet janë në vazhdim dhe si një marrëveshje do të arrihet vetëm kur kushtet të jenë të drejta dhe të favorshme për vendin. Në një klimë ekonomike globale të pasigurt, këto negociata janë vendimtare për të ardhmen e tregtisë në Amerikën e Veriut dhe për stabilitetin ekonomik të rajonit. Ushtarët kanadez zhvilluan një patrullim të madh me motor dëbore në Arktik për të përgatitur ndaj kërcënimeve të huaja. Stërvitja synon të tregojë aftësinë e Kanadas për të mbrojtur sovranitetin e saj në kushte ekstreme. Forcat e armatosura kanadeze kanë zhvilluar një nga stërvitjet më të mëdha në Arktik, duke testuar kapacitetet e tyre në kushte ekstreme të motit. Mbi 1300 ushtarë morën pjesë në një patrullim me motor dëbore
që përshkoi mila kilometra në territoret veriore të vendit. Operacioni u zhvillua nga kufiri Yukon Alaska deri në Churchill të Manitobës, duke përfshirë rajone të thella të Nunavutit, ku temperaturat zbritën deri në -76 gradë Fahrenheit dhe stuhit e borës e bën terrenin tepër të vështirë. Qëllimi i këtij ushtrimi është përgatitja ndaj kërcënimeve të mundshme të huaja, por edhe demonstrimi i aftësisë së Kanadas për të mbrojtur territorin e saj pa ndihmë të jashtme. Kjo vjen në një kohë kur klima politike ndërkombëtare është tensionuar, ndërsa janë shtuar debatet mbi sigurinë dhe sovranitetin në rajonin e Arktikut. Kryeministri Mark Carney ka premtuar investime të mëdha për forcimin e pranisë ushtarake në veri. Megjithatë, ekspertët theksojnë se sfidat janë të mëdha. Mbrojtja e një territori për 1.7 milion milje shkatror kërkon jo vetëm trupa, por edhe infrastrukturë të zhvilluar, si depo karburanti dhe baza logjistike. Pavarësisht përpjekjeve për më shumë pavarësi, lidhjet ushtarake mes Kanadas dhe Shteteve të Bashkuara mbeten thelbësore. Dy vendet kanë bashkëpunuar për dekada në kuadrët e NATO-s dhe përmes Komandës së Përbashkët NORAD për mbrojtjen ajrore të Amerikës së Veriut. Zyrtarët theksojnë se ky bashkëpunim është i pazëvendësueshëm, pasi asnjë nga vendet nuk mund të përballojë vetëm të gjitha kërcënimet në rajon. Në përfundim të ushtrimit, drejtuesit ushtarak e cilësuan operacionin një sukses, duke theksuar se forcat kanadeze janë të përgatitura për sfida ekstreme, por gjithashtu mbetet të varura nga aleancat strategjike për sigurinë afatgjatë. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka kritikuar të dërguarit amerikan për mos vizitim të Kievit gjatë luftës, duke i quajtur këtë mungesë respekti. Ai thekson se angazhimi diplomatik duhet të jetë i balancuar, pavarësisht krizave të tjera globale. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka reaguar ashpër ndaj qëndrimit të fundit të dërguarve amerikan, duke i kritikuar për mungesën e një vizite zyrtare në Kiev në një moment kritik për vendin. Zelensky u shpreh se fakti që Steve Witkoff dhe Jared Kushner kanë zhvilluar disa vizita në Moskë, ndërsa nuk kanë udhëtuar në Ukrainë, përbën një mungesë respekti ndaj një vendi që ndodhet në luftë. Ai theksoi se, edhe pse e kupton vështirësinë e situatës dhe sfidat logjistike, një angazhim i tillë diplomatik kërkon balancë dhe prani në të dyja palët. Sipas tij, edhe nëse vizitat nuk janë të mundura drejt për drejt në Kiev, takimet mund të organizohen në vende të tjera. Sipas raportimeve, të dërguarit amerikan kanë zhvilluar takime të shpeshta me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë, në kuadër të përpjekjeve për negociata dhe arritje e një armpushimi. Megjithatë, mungesa e një vizite në Ukrainë ka ngritur pikpyetje për mënyrën se si po zhvillohet angazhimi diplomatik amerikan në këtë konflikt. Vizita në Kiev ishte planifikuar më herët gjatë muajit prill, por u anulua për shkak të përshkallëzimit të tensioneve në lindjen e mesme, veçanërisht konfliktit me Shtetet e Bashkuara, Izraelit dhe Iranit, i cili ka zhvendosur fokusin e diplomacisë amerikane. Pavarësisht kritikave, Zelensky theksoi se bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara mbetet thelbësor për Ukrainën. Ai pranoi se vëmendja e Washingtonit është aktualisht e shpërndarë në disa fronte globale, por nënvizoi se mbështetja ndaj Ukrainës nuk duhet të zbehet. Pas një sulmi vdekjeprurës në Kiev, në Ukrainë, po rriten thirrjet për legalizimin e armëve për vetmbrojtje. Ndërsa disa e shohin si zgjidhje për sigurinë, të tjerë paralajmërojnë për rreziqe më të mëdha. Një sulm i rënd me armë zjarri në kryeqytetin ukrainas Kiev ka rikthyer fuqishëm debatin mbi të drejtën e qytetarëve për të mbajtur armë për vetmbrojtje. Vetëm disa orë pas ngjarjes tragjike, ku humbën jetën 7 persona në një supermarket, rrjetet sociale u mbushën me thirrje për ndryshime ligjore. Aktualisht, në Ukrainë, civilët nuk lejohen të mbajnë armë zjarri dhe mungon një ligj i plot që rregullon vetmbrojtjen e armatosur. Kjo situatë, sipas disa qytetarëve dhe ekspertëve, i lën njerëzit e zakonshëm të pambrojtur përballë krimit. Instruktorët të qitjes sportive dhe mbështetës të liberalizimit të armëve argumentojnë se kriminalët arrin gjithmonë të sigurojnë armë, ndërsa qytetarët që respektojnë ligjin mbeten pa mjete për të mbrojtur. Ata kërkojnë legalizimin e armëve për të krijuar një balancë sigurie. Megjithatë, kjo çështje mbetet shumë e debatueshme. Historikisht, shumica e ukrainasve nuk kanë mbështetur mbajtjen e armëve nga civilët, por lufta me Rusinë
duket se ka ndryshuar qëndrimet. Pas pushtimit në vitin 2022, autoritetet shpërndan armë për qytetarët për të ndihmuar në mbrojtjen e vendit. Sipas një sondazhi shtetëror të zhvilluar në atë kohë, rreth 59% e qytetarëve mbështeten të drejtën për të mbajtur armë në vende publike, ndërsa 22% e kundërshtuan kategorikisht këtë ide. Edhe ministri i Brendshëm, Ihor Klimenko, ka shprehur mbështetje për këtë nismë, sidomos pas kritikave për mënyrën si policia menaxhoi ngjarjen e fundit në Kiev. Megjithatë, kundërshtarët paralajmërojnë se rritja e qasjes në armë mund të çojë në më shumë dhunë dhe viktima. Ata theksojnë se nuk ka garanci që armët në duart e qytetarëve do të parandalojnë sulme të tilla. Ndërkohë, statistikat tregojnë një rritje të ndjeshme të incidenteve me armë zjarri në Ukrainë, duke e bërë debatin edhe më urgjent. Përballë kësaj situate, vendi ndodhet mes nevojës për siguri dhe rrezikut të një përshkallëzimi të dhunës. Një ish punonjës i emergjencës në Çernobil rrëfen pasojat e rënda shëndetësore 40 vite pas katastrofës bërthamore. Ai thotë se shumica e kolegëve të tij nuk jetojnë më dhe se efektet e rrezatimit vazhdojnë të jenë fatale. 4 dekada pas katastrofës më të rëndë bërthamore në botë, pasojat e Çernobilit vazhdojnë të rëndojnë mbi jetën e atyre që u përballen drejt për drejt me të. Petro Hurin, një nga qindra mijëra punonësit e dërguar për të pastruar zonën pas shpërthimit të vitit 1986, thotë se shëndeti i tij nuk u rikthye kurrë më në normalitet. Shpërthimi në centralin bërthamor në Ukrainë më 26 prill 1986 çliroi sasi të mëdha materialesh radioaktive që u përhapën në të gjithë Evropën. Hurin kujton se punonte me turne 12 orëshe, duke ngarkuar beton për të stabilizuar reaktorin e dëmtuar. Pas vetëm 4 ditësh pune në terren, ai filloi të përjetonte simptoma të rënda si dhimbje koke, dhimbje në kraharor, gjakderdhje edhe një shije metalike në fyt. Ai u dërgua me urgjencë në spital, ku mjekët vendosën ta largonin menjëherë nga zona e kontaminuar. Në ditët pas aksidentit, 31 punonjës dhe zjarfikës humbën jetën nga rrezatimi akut, ndërsa mijëra të tjerë kanë vuajtur ndër vite nga sëmundjet e lidhura me rrezatimin, përfshirë kancerin. Hurin tregon se nga 40 personat e ekipit të tij, vetëm 5 janë ende gjallë sot. Sipas tij, shumë prej atyre që morën pjesë në operacionet e pastrimit po vdesin në heshtje, të shpërndarë në rajone të ndryshme. Ai e përshkruan gjendjen e tyre si një vdekje nga 1000 prerje, duke theksuar se askush nga ata që u ekspozuan nuk gëzon shëndet të mirë. Në ato kohë, autoritetet sovjetike u përpoqën të fshehin për masat e katastrofës, ndërsa shumë mjek refuzuan të diagnostikonin pacientët me sëmundje nga rrezatimi. Sot, qeveria ukrainase e ka dënuar ashpër menaxhimin e asaj kohe dhe përpjeket për të mbuluar të vërtetën. Për 75 vjeçarin Hurin, pasojat e Çernobilit janë vetëm një pjesë e dhimbjes së tij. Lufta e fundit në Ukrainë i mori nipin, i cili humbi jetën në front në moshën 26 vjeçare. Mes kujtimeve dhe humbjeve, ai thotë se plagët e së kaluarës dhe të tashmes mbeten të hapura, ndërsa jeta e tij është një dëshmi e gjallë e kostës së rëndë të historisë. Planet e qeverisë britanike për të zgjatur në 15 vite pritjen për rezidencë të përhershme, po shkaktojnë frikë për krizë në kujdesin ndaj të moshuarve. Sektori që mbështetet shumë tek punonjësit e huaj rrezikon mungesa serioze të stafit. Shqetësimet për një krizë të thellë në sektorin e kujdesit për të moshuarit në Britaninë e Madhe po rriten, ndërsa qeveria planifikon të ndryshojë rregullat për punonjësit e huaj. Sipas propozimit të ri, kujdestarët emigrant do të duhet të presin deri në 15 vite për të fituar rezidencë të përhershme, nga 5 vite që është aktualisht. Në një sektor ku 1 në 3 punonjës vjen nga jashtë vendit, kjo masë shihet si një goditje e rëndë për stabilitetin e fuqisë punëtore. Në disa shtëpi kujdesi, si në juglindjet e Anglisë, shumica e stafit është me origjinë të huaj. Punonjësit thonë se ndryshimi mund t'i detyrojë të largohen drejt vendeve të tjera, si Kanadaja apo Australia, ku procesi për rezidencë është më i shpejtë dhe më i favorshëm. Disa prej tyre kanë pezulluar planet për jetën në Britani, duke përfshirë edhe blerjen e banesave. Qeveria argumenton se kjo politikë synon të ulë migracionin dhe të reduktojë kostot publike,
pasi rezidentët e përhershëm përfitojnë më shumë nga skemat sociale dhe pensionet. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se kjo qasje mund të ketë pasoja të rënda ekonomike dhe sociale. Ekonomistët nga King's College London e cilësojnë planin si një gabim të madh, që mund ta bëjë Britaninë më pak tërheqëse për punonjësit e huaj. Në të njëjtën kohë, vendi përballet me një popullsi në plakje dhe me mungesë të theksuar të stafit në këtë sektor. Vendet e lira të punës janë tashmë shumë të larta se mesatarja kombëtare. Mungesa e kujdestarëve ndikon drejt për drejt edhe në sistemin shëndetësor, pasi pacientët shpesh nuk mund të transferohen nga spitalet në shtëpitë e kujdesit për shkak të mungesës së stafit. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.